Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se vini në një tjetër vlog në kanalin tim. It's me, your favorite one. Mos harrojmë gjërat kryesore, një bën dy, edhe unë I'm your favorite YouTuber. Këto janë gjërat e sigurta që kemi në këtë jetë. Sot është dita e verës, gëzuar ditën e verës, 13-14 mars sot më duket. Pashë Elbasani dje në darkë ishte mbushur plot njerëz, nuk arrije dot të hecje në mes njerëzve. Edhe vërtet është nuk e kemi kaluar asnjëherë ditën e verës me Klajdin e Elbasan. Edhe gjynaf është, sepse unë kisha gjyshen nga Elbasani, mamin e babit, edhe kam aty e hallat në tjetër, edhe Klajdi nga ana e mamit janë nga Elbasan. Edhe nuk kemi kaluar ditën e verës në tek Pollherati. Të nis të dalu nga shtëpia, se çunat ka dalë po më presin jashtë. Bashkë me ditën e verës kam filluar me mangat. Janë gjërat e reja me të cilat duhet të përballem në këtë sezon që kam shumë në zemër si sezon. Ndërkohë më mori mami dje në orën 10-11 të darkës, dhe ishte ti me Leanën e më than, fitove, çfarë fitova o goca? E më than lekun te Kulaçi. Nuk i di po Kulaçi bëhet për ditën e verës në të gjithë Shqipërinë apo vetëm në Korç. Por unë fitova edhe lekun te Kulaçi si vjet, edhe kisha fituar edhe vjet, por vjet isha në Greqice, mbaj mend shumë mirë që kishim mbajtur me Leanën në një stand-up, pastaj u kthem në shtëpi për Kulaçin më doli mua. Kështu që do kem edhe si vjet një verë të bukur. Inshallah plot me udhëtime. Inshallah do Zoti i madh. Shife zogu e ka bër prapa atje fole. Atje ku i bën gjithmonë guardala. Ja hoqën edhe folen ja vun te pema i prap vajte e beri aty lart. E pa parësh. Mos det bëjmë ballokume sot neve. Si të erdhi? E pash dita e verës sot. Bëjmë ballokume në Elbasan sot. Dje beshim po. Baklaume. I bëjmë tan kollaj. Të bëjmë pak traditat. Nejse, shohim si do shkoj dita. Le të fillojmë me kapuçinon e ditës. Ndiem njerëz se kam dalë nga depresioni sezonal. Depresioni sezonal duron 3 muaj të dimrit. Ndiem tjetër njeri në këtë moment. Jam një tjetër Angela. Jam një njeri më i lumtur, automatikisht vetëm prej kohës, vetëm prej diellit që ka dalë. Nuk kisha probleme psikologjike. Thjesht kisha nevojë të vi pranvera. Kisha çarë në lavanderi Caroba, palltun kryesisht vesha në Francë, edhe kisha bërë qelbur. Një kostum të Klajdit e një xhaketë elegante, do ju tregoj pastaj, shumë të bukur që kisha gjetur në të përdorurat. E vajta i mora se më kishte arritur mesazh para një jave që jam bërë gati, po sot u kujtova ti marr. Sot kemi ditën që do të çojmë ta lajm qenkuleton që është bërë qelbur. Vabbè, egzagjerova. Jo, biles kësaj radhe po çojmë herët, se çojmë të lajt njërë në 4 javë dhe kësaj radhe bie njërë në 3 javë që do laj. Do të shkojmë të marrim edhe pak fruta verdura. Por ajo që ma ka thënë truri që dua të gjej janë lule shtrydhe. Njerëz janë fiksuar shumë keq me lule shtrydhe. Mund ta një kutiçkë me lule shtrydhe si e shesin në supermarket brenda ditës. Kot, thjesht ma ka thënë truri që dua lule shtrydhe dëshpërimisht. E lam qenkën ton të lajet. Duhet një orë paka shumë ta lem aty. Kështu që erdhem në mat të haj. Unë nuk desha, po më tha Klajdi grua hajde se më haj. Dhe tani erdha detyrimisht, se nuk do ri ta shoh në gojë duke ngranata edhe unë të ri të pres. Që po mbaner, qenkat e tjera, ka gjithmonë qenka bebka, aty ku e qemë lushen në lajet, edhe derisa të mbaroj lushen, neve shkojmë luaj me qenkat e tjera. I love them so much. Hapa e gojën e fola në mëngjes për kohën e mirë, u vërejtësua. Desha t'ju tregoj një dhuratke që më arriti tani, ditën e ditëlindjes më arriti, nga Optika Kapri, që ka dyqane fizike në shumë vende të Shqipërisë, po në Tiranë, po ka edhe në Prenjas, në vendlindjen time, ka edhe në Korç. Mund ta gjeni në Instagram, i thot të gjitha dyqanet fizike, plus mund të gjeni pafund modele edhe direkt në Instagramin e tyre që të shikoni po ka atë që kërkoni apo jo. Ka pafund brande, edhe unë kisha thënë në një vlog që syzet që kam janë vjetërsuar tepër. Ja kam marrë shpirtin. I kam diku 60, po i kam veshur në plazh, kam gërvishtur, i kam drysh shkurt, çdo gjë ja kam bërë dhe desha një palë syze të mira, të reja. Edhe më shkrojtën nga Optika Kapri që duan të më bëjnë një dhuratë. Më thanë të zgjedh atë që desha, edhe hajdeni t'ju tregoj pak tani. Taran! Bottega Veneta. Nuk kam patur kur syze nga Bottega Veneta, po që kur kanë nxjerrë këtë modelin, ja kam parë shumë gocave. Mendoj që do shkoj me çdo outfit. Sa i bukur është edhe veç kllufi i këtyre syzeve. Dhe këto janë syzet që unë zjodha, nuk janë këto syzet yll. Edhe duke qenë që për syzet e tjera që kisha më pyesnit gjithmonë, tani i keni të gjitha detajet e këtyre syzeve. Anash ka këtë pjesën gold që nuk vjen edhe drejt, po vjen pak si me ark këtu. Te pjesa këtu pare duket sikur është e lidhur, plus forma që ka
pak kështu si e stërgjatur, është forma ime. Më thoni pak edhe juve si ju duken, por realisht they are my new favorite ones. I adhuroj. Shumë faleminderit nga zemra Optikës Capri. Edhe dini çfarë, duke qenë që hyra te Instagrami që të shoh modelet e zgjedh, pashë një dy modele të tjera shumë të bukura që me shumë mundësi kur të shkoj në Tiranë, do shkoj te dyqani që t'i provoj, të shoh si marrin edhe ato sepse kaloj fazën time të syzeve. Yeah. Dhe dini çfarë tjetër kam harruar t'ju tregoj? Dhuratën që më mblevi motra për ditëlindjen time. Ja u kisha thënë që në Shqipëri që më kanë arritur. Edhe kam harruar fare t'ju tregoj. Le të fillojmë me kutinë. Janë nga marka Gucci. Janë këpucë. Jo këpucë, janë si quhen çizme. Sa më shumë të kërkosh gjërat e vintet, aq më shumë të propozon gjëra që mendon që do të pëlqejnë. Nga njëra anë është mirë kur kërkon diçka, nga ana tjetër kur nuk kërkon diçka si puna ime që nuk kisha nevojë të blej diçka, thjesht kam qejf të gjej gjëra në përgjithësi. Më nxori këto kpucët, çizmet në një moment. E thash jo, nuk kam nevojë këto çizmet. Po mendja më kishte ngelur te këto çizmet, nuk më ikte. Për 5 ditë mendja ime zgjoi shaflia, i kontrolloj ato çizmet, i rikontrolloj ato çizme. Edhe i thash Eleanës, motra shifi pak këto çizme. Janë të bukura apo janë të trurim të bukura? Thjesht më krijua si fiksim. Edhe i shef Eleana më thot Angela, nuk janë thjesht të bukura, janë të mrekullueshme. Më tha Meri, tash nuk e di motra çfarë të bëj, ti marr tani. Do jetë një zgjidhje adulte e mirë kjo për mua apo jo? E më tha, ti çfarë, ke ditëlindjen po ti blon për ditëlindje. I thash jo, absolutisht jo, të lutem jo, por e falenderoj shumë që barabart nuk më dëgjovi, edhe mi mori. I gjeta në çmim super të mirë. Është i njëjti me një palë atlete të reja nga Adidas, nga New Balance, nga Nike, që ta arrini të kuptoni. Edhe janë Gucci çizme. Por i kishte postuar një profil e ri, edhe kishte vetëm 3 gjëra, 3 produkte që po shiste. Nuk kishte as kritika as asgjë, dhe kjo është pak me rrezik e vërteta është. Ta keni parasysh. Por çepash fotografitë që ishin bërë në të njëjtin vend, në të njëjtën dhomë, me të njëjtën dorë, kuptova që nuk është skam që ka marr fotografi nga diku tjetër edhe po mundoj të skam. Kështu që vendosa ti marr fola tepër, por me këtë do i ndaj edhe unë këto eksperiencat e mia, po si u thash juve. Ka arritur bashkë me kartën e vet origjinale këtu, edhe kjo është çizmja për të cilën bëhet fjalë. Kjo mrekullia këtu është çizmja për të cilën bëhet fjalë. Nuk e di parini të kuptoni bukurinë e kësaj çizmeje. Janë të zeza, sepse nga afër që u tregova po dukeshin pak si blu, po jo, janë të zeza, ster të zeza. Kan tak tulët, sepse i kam provuar, janë jo të rehatshme, sikur nuk ke taka të veshura në këmbë. Ishim brenda të gjithë këtë pjesën këtu që të mbajt forma ashtu si duhet. Kam brenda edhe kodin e tyre. Po sa më shumë shoh, aq më shumë më pëlqejnë. Edhe kështu ti vesh, që të jenë me pantallonat poshtë, përsëri duken tepër shumë elegante. Këto janë dy personalitetet e mia. Unë në përditshmëri, edhe unë një herë në 2 muaj. Shumë faleminderit motrushi, I love you so much, është dhurata më e bukur që më ke bërë. Do duket sikur jam materialiste që po i them këtë gjë, por nuk jam. Jam vintagjiste. Ka ndryshim, më pëlqen tepër shumë vintage. Më pëlqen ideja që kam një këpucë që është krijuar, është ideuar para shumë viteve. I bëre unë Eleanës këpucë dhurat për ditëlindjen e vet, edhe dikush shkrojti që Angela për ditëlindje edhe sikur t'ja blesh tjetrit 5 euro, më mirë të jetë diçka e re se sa të jetë diçka e përdorur, të paktën për ditëlindje. E dini çfarë? Për juve është ashtu, për atë gocën të paktën që më shkrojti është ashtu, edhe është shumë okay. Ajo do diçka të re për ditëlindje, nuk do diçka të përdorur. Për mua, edhe për Eleanën, sepse i njoh motër e kam, nuk është ashtu. Në me thënë, po, do e vlerësoj një lloj edhe po të më blesh diçka 5 euro. Por te truri im që dikush ka harxuar ditë, se unë ja marr me ditë që t'ja gjej Eleanës ato këpucët edhe në atë çmim edhe në atë situation, do me thënë që t'jen aq të mirë mbajtura. Ta harxoj dikush ditë të tëra për mua që të gjej diçka shumë klasike që do kem në dollapin tim derisa të vdes, edhe që më ka menduar kaq shumë. Ka më shumë rëndësi, më nuk më intereson po diçka është e përdorur. Do me thënë për mua nuk ka fare rëndësi, ti e lan këtë, e hap, e lan, e disinfekton nga jashtë me lec, me njëra me tjetër. Mund ta çosh edhe në lavanderi, të bëjmë pastrimin e njëra me tjetër. Kështu që nuk më intereson, t'ju them të vërtetën. Mua më intereson që dikush më mendovi kaq shumë, okay, këtë nuk e gjeti Eleana, sepse te vintet e Eleanës nuk dalen vende si mua të Italisë, të Gjermanisë, Spanja, Franca, kënde ande. Kështu që kërkimin më të madh e bëj unë. Por një njeri që mua më njeh, e di që unë adoroj vintage. Po mos solli diçka vintage që ka ndetur edhe ka kërkuar biles. Edhe është diçka që mua më pëlqen. Për mua është më e vlefshme se sa thjesht të më blej një dhuratë 5 euro që për shembull tha nuk e di çfarë ti marr Angelos, po shkoj në një dyqan, gjeta këtë. Okay, po i marr këtë.
dhe truri nuk ka të njëjtin mendim njëra me tjetrën. Po flas për mua personalisht që më pëlqen vintage, njëri tjetër nuk i pëlqen. Edhe that's fine. Atëherë aty njeriu dihet që nuk do shkosh ti blesh vintage, po si pëlqen pse të shkosh ti blesh. Por po e din që një njerëz që pëlqen atëherë pse jo? Pse duhet jetë si s'bën e re? Është pak edhe muhabet gustos. Prandaj mirë është mos kritikojmë në komente që pse e bleve kështu, pse e bëre kështu, pse se bëre ashtu. Like, who cares? Po ai është e lumtur, lere të jetë e lumtur me ata, po ti je lumtur me diçka tjetër, mjafton që njerëzit që të rrethojnë dinë çfarë të bën të lumtur e të sjellën atë si dhuratë. Kaq njerëz, pa luftra, pa probleme. Jeta është e shkurtër, jeta është e vogël, pse nuk jetojmë pak në paqe, në harmoni të gjithë bashkë? Edhe në përditshmëri me njerëzit që njohëm, edhe këtu në komentet. Pse jo? Le ta provojmë edhe këtë si teknik. Japëm dashuri njëri tjetrit, një kompliment, themi një gjysmë fjalë të bukur, sa vetëm kritika, Që tregoj edhe xhaketa, që edhe këtë e kisha marrë te vintage, në përgjithësi këto që janë lana, që në lavanderi e lajn, është gri, ka të gjitha kopsat e zeza, ka edhe këtë pjesën velute si material, edhe më duket që është edhe masa ime, ose mbasi kjo është një small edhe unë veshëm përgjithësi ekstra smallin, po më rinte shumë bukur edhe më kujton Princess Diana. My Princess Diana. Mban erë lule shtryde. Fantastike, gjeta lule shtryde. Lule shtrydh ka. Shumë të shtrenjta njerëz. 6 euro ishte kjo. Më tha kanë erdhur nga Basilikata, atje ku është rritur Klajdi. Kisha marrë në supermarket, po ato nuk bajnë fare erë thuajse të supermarketit. Mora edhe një hudhër, se i ka shumë të mira, ka hudhrat e njomta i të freskëta. Edhe mbante erë gjithë makina hudhër. Ser që hynim në makinë, vinte hudhër e gjallë, erë burrni. Përveç lule shtrydheve, bleva edhe karota. Bleva e moll që t'i vëm tani aty edhe të bëjmë një suko shumë të mirë e healthy e bio dhe super të shijshme. Inshallah burr, ai topi nuk të bjen në televizor, se pastaj e din që do shkosh të flesh te shtëpit e drurit aty bashkë me lavatriçën gushi. Moll edhe 7 karota sa suko kanë nxjerr Amita, çfarë ta them unë. Që neve i marrëm me kile të tëra në supermarket, morëm 1,5 kile që aty me shumë mundësi deri këtu. Jo me shumë mundësi. Po 80% deri këtu e ke sheqer, edhe kaq e ke suko edhe kolorant. Derisa kur e bëm bio, shikoni sa pak nxjerr. 3 gotka i kemi neve këto. Brenda ditës i kemi pirë. Por hec laje tani të gjithë këta. Kjo është problemi, pastrim. Mu bën gishtat, nuk e di si quhet kjo, kur in shumë orë nuk. Ashtu mu bën gishtat gasor, kam që po laj fruta, prit verdura, lavaj edhe domate, lavaj edhe henat, bëra prap pisen, prap lava, prap bëra pis. Çfarë është kjo re? Pse është bërë kështu? Kam paga shumë një orë, që po merrem vetëm me fruta verdura. Edhe tani duhet të palos. Këto rrobat e zeza që kisha vënë dietë lajen, edhe desha të shkoj të ndroj pak çorçafet e mia, edhe pse është e shtunë sot, se po mendoja mos vija një lavatriçe me të bardha, edhe të fus edhe çorçafet brenda. Kam pafund rroba palestreje për të palosur, sepse shkoja në palestre në mëngjes këtë javë, vija në shtëpi lajesha, shkoja te fizioterapiste, visha prap rroba palestreje, se desha të jem rehat edhe atje. Kështu që i binte që visha 2 outfite ndryshme palestreje për 4 ditë. That's too much. Hajtëm pak edhe në supermarket që të mbyllim të gjitha punkat. Se keni parasysh si mblidhen punët brenda ditës, brenda javës më shumë. Edhe weekendin e kaluar ikëm në Toskana e nuk vajtëm në super, edhe shkonim brenda javës, blinim 2 gjëra sot, 2 gjëra nesër, 2 gjëra pas nesër. Faktikisht do shkonte Klajdi vet, po dole kryesisht sepse kishim një qese me pantallona që ishin për të shkurtuar ose për të ngushtuar. Mbasi ishte ajo qesje me ato pantallonat që në dhjetor, edhe nuk po e çonim te kinezi që ta heqëm qafe atë punën, edhe e ndjeja si pesh në kuriz. E dini kur duhet të bëni diçka, edhe nuk e bëni, edhe pastaj të ngelet të pjesën mbrapa me mendes që duhet bëje këtë, edhe sa më shumë kalon kohë, që më shumë ti nuk e bën. Edhe aq më shumë të peshon. Ajo po më ndodhte me ato pantallonat, i thash Klajdi te di çfarë burr. Hajde sot, ti të shohim pashi hapur që ta heqim qafe. Ishte hapur, i matëm, ja lam, vajtëm në super e tani u rikthyem në shtëpi. Është përmbas ditë jashtë ndërkohë. Po. Gazeni një dimje e lehtë kokë, edhe çarçafat nuk e ndrova që desha. Dreqi ta haj. Do dalë zxiro me babin. Tenka ime i buti larkë. E si përfundim, nuk e se mora shumë gjëra. Se frutat, verdurat që neve konsumojmë kryesisht në shtëpi. I mora në mëngjes te pazari, i mora edhe vezë. Por për shembull banane që mbase nuk ka shkuar tyrve në pazar nuk ka, se ka vetëm gjërat e sezonit. Prandaj morëm bananka.
një pica tillë. Mua më pëlqen kjo pica, më kujton picat e furrës, se picat e furrës janë më të trasha në Itali në përgjithësi. Ato që bëjnë në dyqanet, mua më pëlqen shumë. Por ka meditim apo shumë punë për të gatuaj, vete në furrë e jam super. Të thjesht, kastraveca, qiqra, shumë më pëlqejnë qiqrat. Duhet të mësoj t'i bëj vetë. Mami më tha që pak a shumë si fasulet janë, procedura që duhet t'i lësh në ujë, pastaj t'i zesh për disa orë kënde ande. Këto i marr se përdor te kuskusi nuk vedo një kuantitet të madh, kështu që s'ka kuptim të bëj një tenxhere të tërë për kuskusin që duhet. As një çereku e kësaj. Zbllëkim tubash, vitamina, omega 3. Po. Kanaqet e lushes. Jo kam treguar ndonjëherë. Unë marr këto pedigree. Janë më të shtrenjtat që gjej në supermarket edhe shpresoj të jenë të mira, se nuk i gatuaj që nuk i gatuaj unë ushqime të haj. Mundojmë t'i marr ushqim të mirë që të ketë sa më shumë kualitet jetë e mundur. Ushqim të thatë nuk japëm. Tjetër buk. Tani dua vetëm këto wafersat e Loaker quen. Qumë soja për cappuccinon time, mor kuskus, mor edhe këto kokolinot që kam treguar disa herë që përdor të robat. Këta si arom nuk e kam marrë ndonjëherë, nuk e di çfarë mban. Shumë erë të mi po. I përdor në përgjithësi. Të mira nuk janë amorbidentet, më duket ja u kam rithën. Këto parfumet e robave kancerogjene janë. Mos vesh fare super. Të vetë sa më pak akoma më mirë, unë edhe pse e di këtë gjë, gjithmonë shtoj edhe diçka më tepër, kokrat, këta, edhe amorbidente normale, edhe detersivin, të të bëjmë, më pëlqen të mbaj nërë të mirobat. Morëm edhe ujë, ka që ishte. Ore, feta morëm. Edhe feta. Dhe do dalëm përsëri, duam t'ikëm në kinema, duam të shohim. Duhet të shohim një film. Bukur. Rental Family. Unë kam dëgjuar kritika të mira, më pëlqevi si trailer, plus vajta para 2 javësh mendoj, edhe pas çime tempestoze. Wuthering Heights quhet në anglisht. Provoj. E njëmi muhabet e bashkë. Kishim një pemë kumkuatkash, i ke larë. Edhe me umpull i kam larë. Bravo. Limoni vogël që ju thashë ka filluar po ben. Janë mandarin kinese këto. Këto janë mandarina kinese. Po brenda ka edhe si ti fshi limonin. E kishim mbjell vje. Edhe ishte vockël, nuk ishte pemë. Okej, tani nuk është bërë pemë, po njerëz la fruta, edhe i mblodhëm. Klajdi kishte mbushur këtë. Plot pjatën, edhe e ka mbaruar. Mos e thith. Merë kape haje. Nuk pëlqen. Merë kape haje, nuk ka biberon. E mirë është. Edhe që me mirë me sallatë. Unë nuk e di pse rinë i ham kështu fare. Pas që thoni, te Wuthering Heights. Unë shkoj në palestër me një gocë që shkojmë bashkë në të njëjtën orar e flasëm. Edhe thash do të shkojmë të shohim bashkë këtë filmin. Lejdi këtë filmin nuk deshte ta shikoj se është film romantik. Filmi është inspiruar nga një libër, është një nga ato librat klasike të dikurshme dashurie. Më thënë goca po duhet unë të shkoj ta shoh edhe vajtë me pam. Po më pëlqevi si film, jo që ishte gjëja më e bukur që kam parë në këtë jetë. Okej, vlerësova tepër shumë veshjet që ishin më shumë si kostume teatri se sa si veshje për ditëshmërie, por veshjet ishin amazing, plus fotografin, po mund ta quaj fotografi quhet. Domethënë skenat e një filmi. Ashtu si ishin filmuar skenat, ishin tepër shumë të bukura. Nuk dua t'ju them edhe shumë gjëra, se mbase dikush nga ju do të shkojë ta shohë, nuk dua t'ju bëj spoil, por unë prisja që në fillim pak a shumë si do përfundoj, edhe pse nuk isha lexuar librin, edhe pse nuk isha informacion fare, që nuk është më la pa fjalë ajo që ndodhi, apo nuk e prisja që të filloj edhe të qaj edhe të mekem si kam parë shumë njerëz që bëjnë. Më doli një tek pulloti, po kaq, nuk ka se qava, nuk ka që më preku aq thellë si film. Gjithsesi ishte një film mjaft shumë i bukur për të parë, nuk them që nuk ja vlen, por më ishte një 7, një 6.5 me 7 në 10 si film, besoj. Tani si do jetë ky që do shohim sot? Nuk e di, nuk do ju marr me vete, por do ju them nesër. Syzet po deshim i sill pak, të lutem shumë, sepse gruaja nuk shef edhe të shkosh në kinema pa parë, nuk është maksimumi që mund të bësh në këtë jetë. O Lucy, pse bukur jetë Lucy. Tani pak më mirë. Ndërkohë, gruaja ka montuar kamerën shtrembët si gjithmonë. Unë sonde dua të relaksohem. Hajt mo thash ta shohim këtë si film, se atë çime tempestoze nuk ishte film burrash, ishte vetëm film grash. Njerëz nuk ekzistojnë filma burrash edhe grash, këto që thotë Klajdi janë budallalliqe. 3 orë, ha çokoladë tu, ha tu do ikë më do ri. Hajmë në gjatë. Më kishte rënë sheqeri.
Dita tjetër. Dhe sot do i ndroj çarçafat se i saf. Sot do merrem në përgjithësi pak me shtëpinë që kam lënë bazë dore këto ditë le të themi. Filmi ishte realisht shumë i bukur. Mua më preku, kam qarë të paktën 3 herë në ato 2 orë që ndetëm te salla. Ishte film i thellë, fliste për njeriu, për nevojat që ka njeriu, për raportet që kemi me njeri tjetrin, për traditat, për të mirën edhe të keqen. Kishte edhe pjesë të fesë brenda, shumë i bukur. Mua më pëlqevi, ja vlen të shkoni ta shikoni. Më pëlqevi më shumë ky se sa i tjetri që ju thash. I tjetri ishte film, ishte fantazi më shumë, ose nuk e di si ta sqaroj, ndërsa ky si film prekte realitetin, ato gjërat që realisht ndodhen në jetën e çdo njeriu. E ju kam thënë që për mua, në bazë të gustos time, janë këto filmat që më pëlqejnë më tepër, më prekën edhe më ngelen në mendje pastaj. Më duket kishte marrë edhe një Oscar, po besoj do marrë edhe të dytë. Bera për mëngjes pak buk me gjalp edhe me marmelat. Ta bion që na solli Klajdi nga jugu. Njam. Këto koka do duhet ishin të bardhë, por është puna e Klajdit të ndroj kokat e furçet tona. Është diçka që ka marrë ai përsipër. Edhe nuk e di pse i ka marrë të zeza. Dhe OCD-ja ime tani nuk është mirë që shef këtë pjesën e bardhë këtë të zezë. Fare mirë. Bera një kafe. Duke bërë kafe, nuk kujtova që duhet t'ju bëja një hol në 2 rroba pranverë shumë të bukura që më kanë arritur këtë javë, edhe po nuk jo tregova, nuk i heq nga qesja ti laja ti vesh. Prandaj duhet t'ju tregoj sa më shpejt që të mundem të bëj pastaj atë procedurën edhe t'i gëzoj. Gjithsesi, vajtëm me Klajtin në mëngjes të pim një kafe jashtë. Edhe ishte shumë e keqe. Shumë shi, ishte i keq. Nuk e mbarova, nuk e çova as të gjysma te kapuçinën, se e kuptova sa fillova ta pi që po më mbante diçka te stomaku. Edhe vërteta është që më ka dhënë shumë bezdit te stomaku. Kan kaluar disa orë që atëherë ne akoma e ndjej të rënd stomakun tim. Në më thosh atëherë mos pi kafe tjetër, po duhet pi kafe, s'kam pirë kafe sot. Edhe fillon dot dita mirë pas pive kafe. Nuk jam shumë e sigurt për këtë. Kam filluar të lexoj Dostojevski. Atëherë këtë librin e kam marrë para 2 vjetëve nga Greqia kur vajta. Kam arritur deri këtu. E nuk e kapa ta hap sepse e di që është i vështirë Dostojevski. Nuk është një lexim që bën për të relaksuar. Është libër i rënd për të lexuar, për të kuptuar, edhe për ta marrë brenda. Unë isha munduar ta lexoj Dostojevskin aty te mosha 17-18 që kisha filluar të lexoj të gjitha librat klasike. Kisha shtypur në Google kush janë librat që s'bën duhet të kesh lexuar në jetën tënde, mundohesha të lexoj ato librat. Dhe shumë herë ju kam thënë mësillte mami nga puna librat, se nuk kishim mundësinë ekonomike të shkoj të blej çdo javë 20 euro libër, se unë e lexoj një libër në javë vllai fare, nuk e kisha problem. Tani duke u rritur e kam lënë këtë hobin. Kështu çfarë bën mami te gratë që kishin biblioteka të mëdha, i thoshte mund të marr një libër t'ia çoj gocës ta lexoj këtë javën tjetër ta sjell, edhe ato shumica i thoshin po, nuk ka se i thoshte dikush jo mos e merr librin. Atëherë që thonë kisha provuar të lexoj Dostojevski, nuk e shtyva dot. E lexoja thosha çfarë është kjo? Por nuk e kuptoja fare në atë periudhë të jetës time si shkrimtar. Nuk është që thjesht nuk më pëlqevi. Nuk arria dot ta valutoj ashtu si do duhet. Tani që rrita e kuptoj pse shkruan kështu, e kuptoj pse është i rënd, kuptoj periudhën në të cilën e shullur të shkruaj, i kuptoj të gjitha. Thjesht barabart nuk është kollaj si libër për tu lexuar. Ose të paktën për mua, jo për të gjithë botën, po flas për eksperiencën time personale të trupit tim personal. Kështu që me kafen do lexoj pak, që pastaj ty të bëj një dush. Si përfundim fitovi dushin nga holi, do jo bëj nesër me shumë mundësi, por po ndjesha që duhet të hyja të laqa, apo ndër e puqur poshtë vetullës, përse veç Zoti e di. Dhe nuk i kam hequr vetullat të thuash që më dha alergji ose bezdi depilimi. Jo, thjesht dalëm, është dhe një dalëm. Vura një panxhar të zjej, sepse do i shkreti 1 orë të paktën. Që për të bëhet gati, pa shumë i mirë, edhe është shumë i mirë për trupin. E dini çfarë desha të diskutoj me ju në këtë vlogun. Një studim që është bërë te King's College në Londër, dhe flet për gjeneracionet Z edhe për boomersat. Gen Z-ja janë ata të lindurit nga viti 97 deri te viti 2012. Unë jam një proud millennial, do me thënë. Rezultatet e këtij studimit janë absurde. Tregojnë që çunat e Gen Z janë më maskilista se boomers, që boomers janë prindrit ton. Në precizion, 31% e burrave të Gen Z mendojnë se gruaja duhet t'i bindet burrit. Po, vetëm 13% e burrave baby boomers janë dakord me këtë.
e kuptoni pak diferencën. 31% me 13%. Është dopjo. 33% e burrave Gen Z thonë se burri duhet të ketë fjalën e fundit në vendimet e rëndësishme. Tek boomers, kjo është 17%. 24% e burrave Gen Z mendojnë se një grua nuk duhet të duket shumë e pavarur, kundrejt 12% të boomersave. 24 me 12, do të thënë i shikoni, shifrat janë shumë të larta, nuk janë që 12% të boomersave edhe 15% të gjeneratës të re. Janë dopjo. 21% të burrave Gen Z mendojnë se një grua e vërtet nuk duhet të fillojë marrëdhënie seksuale. Do të thënë të jetë ajo e para që jep iniciativën, që i afrohet një çuni i flet e para ose i qesh ajo e para ose i thotë e para që më pëlqen. Derisa tek boomersat është 7%. Shohim do të thënë që këto gjeneratat e reja zgjedhin një rrugë le të themi më tradicionale se ajo e boomersave. Edhe nuk e di si vjen kjo, sepse mundohemi që të flasim për feminizmin, për barazinë gjinore gjatë gjithë kohës, edhe shumë thonë jo, e kemi arritur, e kemi edhe të i kaluar barazinë gjinore tani. Mbrojnë disa individ, nuk e din të bazuar në çfarë statistika mbrojnë këtë gjë, por shumë thonë jo, i kemi arritur. Edhe pse unë shpesh herë ju flas se nuk i kemi arritur, sepse kryesisht ato që vriten janë femrat nga një burr, pastaj po të ketë vrasje burrash, janë burra të tjerë që kanë vrarë burra, po jo femra që kanë vrarë burra, jo që nuk ekzistojnë, po me statistika, gratë që vritet nga burrat janë shumë të larta në krahasim me burra që vriten nga gratë. Para kjo si muhabet. Rrogat në punë. Burrat marrin rroga më të larta nga gratë me statistika. Është shumë kollaj të abuzohet një femër nga një më i sipërmi saj, një pronar, një drejtor, një çdo që të jetë se sa një burr. Ka ana e të paturit frikë të dalëm në rrugë, domethënë ne kemi frikë të dalëm në rrugë në darkë që mos na prek një mashkull. Nuk është një lloj për meshkuj, domethënë nuk ka se një mashkull del në rrugë në darkë, shef një femër e thot, "O bobo, inshallah është e mirë dhe nuk më prek, inshallah nuk më shef, inshallah nuk më mbyll syrin." Le të jemi realist. Mundohemi, flasim për këto gjëra, eri flasim, mos e të paktën. Janë gjëra që më interesojnë mua, më dalën vetëm mua kaq shumë te algoritmet e mia si në YouTube, si në Instagram, si në TikTok. Mbase edhe nuk i del të tjerëve edhe nuk informojmë mbi këto tematikat. Na ka vajtur goja mbrapa kokeje që të diskutojmë që patriarkato nuk na bën mirë, feminizmi bën mirë edhe femrave dhe burrave, jo vetëm femrave. Edhe ridiskutojmë, pastaj dalën këto statistikat e them, pse zot? Çfarë po gabojmë? Me shumë mundësi kanë të bëjnë rrjetet sociale te kjo gjë, sepse dhe atje ka shumë podcaste po të shikoni me disa burra shumë macho që promovojnë këtë lifestyle-in. Disa nga këta i kanë futur në burg, po flas për një qeros më duket ishte ai, sepse bënin gjëra jo legale, por nga ana tjetër deshin të jepnin mend në podcastet çunave të rinj. Flas përsëri për të rinj që nuk kanë akoma zhvilluar 100% personalitetin e tyre. Shumë kollaj të shkosh të shtysh te një mendim i jot. I shtyn te këta çuna të rinj që të jenë sa më shumë tradicional. Edhe ka plot nga këta, edhe po ti pe një video të këtill në algoritmin tënd, do filloj do të këshillojë të tjera edhe ti do i dëgjosh, edhe do i ridëgjosh këto mendime dhe mbase të bëj normalitet e thua po kështu duhet bër. Plus që shoqëria jon ka ndryshuar tepër në vitet e fundit, mbase ndikon edhe kriza ekonomike, siguria ekonomike. Prandaj edhe njerëzit preferojnë këto rolet më tradicionale në shtëpi. Studimet të tjera tregojnë që femrat e reja bëhen shumë progresive në krahasim me disa çun që bëhen shumë konservativ. Ka të bëjë edhe kjo gjë. Jemi kështu kokë më kokë, femra e burra. Nuk e di ku ndodhet e vërteta, shpresoj që gjeneratat akoma më të reja të hecen më mirë edhe mos përkeqësohet kjo situatë. Kjo fillovi të zjedh. Mua të paktën ky si studim denta e lexova, më shokovi. Realisht, nuk e prisja. Mbasi jetoj unë te bota ime, bas. Ha bukurosh. Do kontrollosh çfarë ka pakoja. Kush haroi ditën darkë që po bëte vlog? Kush nuk i filmovi fare me asgjë? Kush ka haruar të bëj punën e vet? That would be me. Fillova unë të gatuaj. Më mori ketula në telefon, kemi ndentur në telefon dhe me ketulën 1 orë e ca minuta, edhe mbyllëm në moment që unë do filloja të haja. Po më kishte hyrë uria keq fare. Ja ngra, pastaj thash, nuk ju filmova asgjë. Edhe kaq. Gjithsesi sot e hen filloi dita me palestër. Of course. A duhet ta marr Clyde në telefon pak. O burr, do kalosh pak nga e lunga të shofësh po ka sto roso, se këtu roseto nuk ishte fare, nuk e di me çfarë të bëj makarona tani. Më mori postierin në telefon kur isha në palestër. Jemi bërë shok me këtë postierin. Thash Malera aty te shtëpia Pako. Është nga Stajlvana. Ishim mbaruar të gjitha skincare-et të gjitha bashkë. Veç krem hidratues kisha. Një kuti plot. Ju kam thënë që të Stajlvana e keni super të lira. Plus ju jep dhurata. Të gjithë këta Pakon se ka edhe poshtë. Në këtu ka edhe poshtë.
këtu. Të gjithë këtë pakun e kam paguar 70 euro. Për të hequr make-upin është kjo. Është nga marka Haru Haru, është në këtë formë. Merr një kuantitet vogël, e ngroh pak te dora edhe pastaj heq totalisht të gjithë make-upin të. Krem trupi është ky me niacinamide. E mora sepse kishin filluar të më dalen pak puçrat te kjo pjesa këtu edhe mbrapa te kurizi. Jo kush e di çfarë, pak, por kjo supozohet që të ndihmon me atë. Krem dielli, kjo nga Centella, shumë e mirë, shumë e lirë. Mora me ulje 8 euro, diçka të këtill. Kjo ishte durat, krem hidratuese është në formë xheli. Vjen edhe me këtë pjesën që mos vesh dorën brenda e kontaminosh produktin. Mora përsëri BB kremin e mishës, tjetër krem dielli nga Beauty of Johnson, përsëri vaj për të hequr make-upin, se atë balbin e mora më shumë që ta ke udhëtimet e mia, dhe ta kem në shtëpi. Kjo është për të larë fytyrën. Kjo këtu thot tani Clay Mask Cleanser. Po, mask fytyre. E kam marrë edhe këta nga Laneige, se shumë të mira janë këto lip balmet. Me hidratojnë tepër buzët, më ndihmojnë tepër kur më çajnë e kur më thajnë. Kam xhanje, mora edhe këtë që sa të mbaroj tjetra mos ngelen pas zje. Me vanilje kësaj radhe kjo. Endiam. Lava pak trupin, se flokët i kishin bërë dje, edhe i rregullova flokët. E dini që kur dal nga dushi unë edhe i thaj thjesht bëjnë si lesh ato, si kashta. Po ndym shumë e fryrë sot njerëz, tepër shumë e fryrë, kemi ngrënë shumë budallalli që me Klajden këta weekend. Gjithë weekendin edhe kjo është shumë e gabuar. E bëj donjëherë, nuk e bëj çdo weekend të shpërthej në ushqim. Por donjëherë më thot trurje vëlla. Po shoh pargundim në parsyr edhe nuk po njoh dot veten. Por edhe kremin që ju tregova, nga më të mirët që kam përdorur, okay tani unë nuk mund të them ben apo s'bën punë nga përdorimi i parë, obviously, po si teksturë është nga të preferuarat e mia deri tani. Nuk ka fare erë, sepse nuk bën fare foku si produkt që ti të mbash erë të mirë, është body care. E kam lëkurën si bebkë në këtë momente. Mi vjen edhe dritat këtu. I love them. Jo po më thoni ju tani nuk i kam dhënë diçka dollapit, nuk është shumë e bukur. Ishte më boring, ishte më errësirë, ishte më ndërsa tani ka lezet. Do shkoj do marrë të tjera, të mbush të gjithë dollapin. Jam shumë e lumtur. Edhe do bëjmë haulin, që po ju them që dje erdhi ora. Jam produkte nga Shein. More këtë fundin që ka këto punimet kaq të bukura. Kjo është fustan, dua ta provoj këtë. Shpresoj që duket. Është një fustan i gjatë, është kjo ngjyra si gri, si liri, jo fare, gri. Me këto mangët pak si më të gjara. Nuk e kam pasyrën time këtu edhe nuk e shoh dot mirë. Bluzkë, ngjyra burgundi, edhe ka edhe këtë shallin. E var edhe këtë këtu apo i var të gjithën mbrapa thoni. Po ngelem te kjo ngjyra, përsëri bluzkë. A si e thurur kjo? Me xhinkse, me taka edhe kjo yll. Kjo merr një 12 nga 10. Ka shumë po më pëlqen. Po kaloja fazën time të bluzave. Soni të jetë me supe të lartë. Edhe duket si korse këtu e të mbledh. Nuk ka pak Bridgerton vibes tani. Do ju them kjo nuk duket e bukur kështu, sepse kjo është nga ato bluzat, do ta vesh brenda pantallonave që të duket kështu. Edhe është boho chic style. Ky duhet jetë një set, po. Mendova që do duket bukur në verë për përditshmëri. Nuk jam e bindur, po më shkon mua ngjyra si ngjyrë. Më shkruani pak te komentet sinqerisht, se po nuk më shkon, do i gjeni te bazari. Fustan jeshil, lino i rend. Ka edhe këto gurat në kuriz. Mbase ta mblidhja edhe një cek këtu. Dhe produkti fundit përsëri është një set. Shumë më pëlqen ky seti. Më duket edhe elegant, po edhe casual, por edhe chic. Është mjaft shumë Angela. Ka pantallona të gjata. Klasa vape, nga holet më të suksesshme që kemi bërë deri më sot. Ndërkohë dua t'ju tregoj pamjen time kur ju bëj holet. Kjo është pamja më e bukur në botë. Nuk do e ndroja këtë pamjen më asgjë në këtë botë. Cenguletino. Ku i ti jep mami bezdi? Po ti ja bezdi. Cunki butka i eger. Erdhi mbreti shpajs edhe po han moll të marr vitamina. Dhe po mendoj. Po mendon? Po çfarë po mendon? nuk mund ta them, është top secret. Po mos e djegësh burë? Qa? Trurin, nga mendimet e tepërta. Di që ndodhë sonde. Çfarë ndodh sonte? Eshe Milo mbrapa që po të shef e thot iku ky, gjuna. Do ikësh të luash futboll me pak fjalë. Edhe do bësh gole, kur të bësh gol do ma dedikosh, e si do bësh kur ta bësh dedikimin? Sot darka konsiston protein, kështu që veç pul pa patate sot, por edhe fibra që kemi sallatën, edhe pak mozzarella që të na japin yndyrrat e mira që duhen. Diku këtu ka ardhur fundi i këtij vlogut, e ne do shihemi si gjithmonë në video radhës.